People want freedom. We're here to support democracy and freedom for individuals everywhere. Senatori Doll është miki më i madh si unë e shoh i Kosovës dhe i kombit shqiptar. Më mbetin shpesh kur e shikon fatin e Kosovës kur kanë rruar, kur gjendet Kosova sot. Unë mendoj, mendimi im se kryetari i Senatit Amerikan me 6 senator me arrit në Prishtinë në gusht 90-s. Adi është e pabesueshme. Kishin kërkuar nga Jugoslavia në atë kohë, nga Serbia, se do të shkojnë në Kosovë, i kishin thënë se po. Kur shkojnë në Beograd, arritin në Beograd, Miloševići thotë nuk bën më shku në Kosovë. Senatori Doll me kanë ngulje, thotë, unë keni thënë se mundem më shku në Kosovë, do të shkojnë në Kosovë. Edhe shkojnë në Kosovë. Prej aeroportit dhe deri në Prishtinë, kanë qenë njerëzit atje, i qitëshin gaz me pluma me plastikit, i kanë rënë njerëzit, edhe këta i panë. Senatori Doll i thot atij Trajkovicit, ka qenë kryetari i Kosovës serb, thot tregoj Miloševićit, do të ketë në rrim këtë vend. Edhe u bon rrimi.